Atëherë përshëndetje për gjithë. Sot do të vazhdohet me shpalljen e gjykimit në këtë çështje penale. Pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykues sot me datë 15/07/2026 merr dhe publikisht shpall në emër të popullit këtë aktgjykim. I akuzuari Skënder Krasniqi, me të dhënat personale si në shkresat e lëndës, është fajtor për vepër penale të rikvalifikuar në vrasje nga neni 172 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe për veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të arve nga neni 366. Andaj gjykata të pandehurën konform dispozitave të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale e gjykan për veprën penale vrasja, dënim me burgim në kozgjatje për 22 vite. Për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, dënim me burgim në kozgjatje për 2 vite e 6 muaj. Ashtu që të njëjtit i shqipton dënim unik me burgim në kozgjatje prej 24 viteve, i cili dënim do të ekzekutohet në afat për 15 dite nga dita plotësueshmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandehurit i vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotësueshmëri të vendimit, por jo më gjatë se sa dënimi i shqiptuar me burgim. Koha e kaluar në masën e paraburgimit i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim. Konform nenit 366 paragrafi 3, armët vizë thikat sipas dispozitivit 2 të këtij aktgjykimi konfiskohen. Të dëmtuarit për udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike. Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 200 euro dhe shumën prej 50 euro në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit. Të gjitha këto në afat prej 15 dite nga dita plotësueshmërisë së këtij aktgjykimi në kërcënimin e përmbarimit me vonë. Këshilli juridike. Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 30 dite nga dita e pranimit të aktgjykimit nëpërmjet kësaj gjykate drejtuar gjykatës së apelit. Shkurtimisht, trupi gjykues pas vlerësimit dhe analizimit të gjitha shkresave të lëndës, dëshmive të dhëna nga dëshmitarët në shqyrtim gjyqësor dhe provat materiale të administruara në këtë shqyrtim gjyqësor, ka gjetur se i pandehuri Skënder Krasniqi është përgjegjës penalisht për shkak të veprimeve të tij që çojnë tek vepra penale vrasje nga neni 172, ndërsa arsyetim më të detajuar do ta pranoni me shkrim sipas afateve të përcaktuara për përpilimin e aktgjykimit. Ditën e mirë, kalofshi mirë. Në qatë ditë i në orë për punës, të konë në ora 12:15 qatë. Këna omër bukë, masi këna ngronë bukë i këna kry drejken. Dhe ka orë 12:35 nuk e di saktë. Ka orë djali i blerimit Arlindi, edhe ka thonë që shumë boni talonti. Edhe unë jëmë quku, këmë shku e këmë këshyrë, djali ka u koni thertë në 3 dhena. Unë fryme ka dollë për shpinë. Po me djallin konë Ermilje dhe Jetmiri bashkën ko me Arlindin. Ka doli liri me shku me shqyrë që krejnë me të ata 2 djemë tjerë. Ka më s'ka ndohet i shka aty në. Edhe në qatë moment, këmë shkuj këmë marë qelsa dhe kjerit tonë, edhe këmë dërgu me kërë familjes të. Arlindin të për një pjanë. Për me dërgu një pjanë që këmë e fë. Edhe në qatë kohë ka dole dhe baba me këshyrë që shka o bon, se baba ka mrena të përshu. Edhe unë e këmë orkeri në shku, atë e baba është njësë për pjetë më shku me këshu që ka ndodhë,
unë jam shku për Lipjan. Diku ka mesi rrugës, më ka lajmëru i liri, ka thonë që e kanë thera dhe bocin. Tani e kanë orë telefonin, jena shku në Lipjan të QKMF. Arlindin që kanë që po. Edhe nuk di sakta këmë thiron i lirin, a i liri mu, më kanë që për bobën ka vdek. Edhe prej ati momenti në Nor Migja, Hallat, edhe nona e Nor Lipjan. Edhe unë i kom marrë, jenë konë shumë mërzitëm komplet. I kom të bu vetë familjarët, edhe kina shku në Magure. Po. Te QKMF-ja në Magure që është. Edhe aty unë e kom po gjenazën e bobës, e kom po vishë mblunë edhe E keni taku aty kushërinë e lirë. A keni pyetur, a ke mundur me pyetur, a keni pyetur? Po, e kom pyet edhe... Se s'ka kështë ndohë në Zlakuqani? Unë e kom pyet, më ka kalzu krejt që shka ndohë rase. Të monë janë fjallët e tina, është një që e ka unë që masi jenë shku jenë morë vesh, që me shku më lajmëru në polici, edhe mas jenë të hes për i shpije, ka dorë të avlonti me thik. Ka dorë të avlonti me thik? Ka dosh me therë bobën. Edhe mas ja kanë largu thiken, dhe më e kanë largu, ato në kështu e kanë largu, ja ka dhonë thiken në Skënderit, e kë e kam shu bobës. A ka të regu pëse? Ka tentu i nitur i Taulan Krasnisi me thejër babajnë të me thikë, dhe pse i akuzuar ka një Skënder Krasnisi e kishte thejër babajnë të me thikë. Jo, e vetëm ka dalë, domoni ka dalë këtyne për para, ka dalë vish me thejër. Edhe diçka unë ka shohaj, diçka ka dalë shumë shu babës. Jo, dhe që di që ka dalë për para, për kush ka dalë për para? Taulante. Motivin, pse ka ndodhur, si pas jush? Jo, nuk e di.